Për të lënduarit më rënd në tragedinë në Koqandë të duhet rehabilitim më afatgjatë dhe më profesional. Prandaj ata, sipas ministrit të shëndetësisë Arben Taravari, mund të dërgohen për të vazhduar trajtimin në ndonjë shtet evropian. Nga pacientët që po mjekohen jashtë vendit, ministri u shpreh se 3 mbeten në gjendje kritike, por në përgjithësi gjithë ata që janë dërguar jashtë vendit janë në gjendje më të rëndë dhe me shkallë djegjeje të dytë dhe të tretë. Përndryshe në vend po kurohen 27 pacient, sepse 12 sot janë lëshuar për mjekim shtëpiak, kurse një pacient kthehet nga Serbia. Gjithashtu disa pacient janë në gjendje të vështirë, vazhdojnë të jenë në gjendje të vështirë që janë në shërim jashtë shtetit. Dikundi edhe komplikohet situata, po të shpresojmë se do të jepet maksimumi që të shpëtohet jeta e tyre. Gjithashtu kemi paralajmërime prej disa shteteve të Europës perëndimore që janë të gatshëm të pranojnë disa pacient që do të kenë nevojë për rehabilitim pak më të gjatë. Kështu që me siguri shërimi i tyre do zgjasë me muaj. Ndërkaq, kryeministri Kristian Mickoski tregoi se personat e lënduar kanë djegje nga zjarri nga 50 deri në 80%. Vidovtevo prvite 3 dana. Nga ato pothuajse 200 të lënduarit, të cilët pjesa më e madhe e tyre kanë djegje nga 50 deri në 80%, por edhe krahas gjendjes së vështirë, të gjithë për momentin janë në gjendje stabile, edhe pse kemi 5 ose 6 raste që janë në gjendje kritike, por po luftojmë dhe do të vazhdojmë të luftojmë për shëndetin e tyre. Për 21 vjeçarin Jovan Kostadinov, i cili bërigjes heroik duke shpëtuar 21 persona nga diskoteka e cila po digjej, drejtori i klinikës së toksikologjisë Andon Çibishev tregoi se ai ka qenë hospitalizuar në toksikologji për shkak të problemeve me mushkrit, por pas terapisë 7 ditore ai është lëshuar në shtëpi.